Dhe ja ku jemi bashkë të rubrika Magjikëve të vegjël, aty ku e thashë edhe më herët, studio përveç që mbushet me dashni, me energji pozitive, mbushet edhe me një optimizëm të madh, që jemi në dorë të këtyre fëmijëve plot talente që na përfaqësojnë të ardhmen me talentet e tyre. Isra Elmazi, e cila sot ka ardhur bashkë me prindërit e saj nga Kërqova, sot është e ftuar e jonë në studio dhe unë kam shumë kënaqësi me të prezantu. Faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit që më përftesën. Dhe unë ndërkohë që thësha Isra, një vajzë e vogël, simpatike, dhe Isra, një vajzë shumë e madhe, një 13 vjeçare, por që më ka kalu mu. Isra, shumë kënaqësi me të pas studio, faleminderit që ke marrë rrugën me ardhur prej Kërqovës sot në familja jonë. Faleminderit juve. Më kam dëgjuar fjalë shumë të mira prej mësimdhënësve, prej atyre që janë marrë me ty në rrugtimin tënd të muzikës. Po tash po e kuptoj edhe krejt ato fjalët e mira. Një vajzë e edukune, simpatike, që me sukses ndjek shkollën, një në klasë të 8, apo? Por që njëkohësisht je fokusuar shumë te muzika. Po. Kur fillove me muzikë, ose kush ke ai që të ka shty Isra ti ki talent, Isra ti ki zë? Më ka shty më shumë mami dhe mësuesja e klasës së parë deri e 5-ta. Mami çdo herë thoshte që kam talent, por unë kam filluar të këndoj 5 ose 6 vite. Kur kam pas 5 ose 6 vite. Ke këndu në për shkollë, në për festivale, në për evente ndryshme njëherë, para se me pas këngë të tua? Po, në fillim të shkolla. Po. Pastaj vendose me bë dhe këngë të tua. Po. Sa këngë ke gjithsej? Tani punojmë në të tretën, në projektin e tretë. Tani punon në të tretën. A ka qenë ndryshe ndjenja me pas një këngë tone, po flas për këngën e parë kur e ke realizu, për dallim prej coverave dhe këngëve tjera që ke kënu në për eventet të ndryshme të shkollës? Po, është një ndjenjë shumë e mirë, sepse e kam këngën time dhe mund të shkoj në për festivale, mund të përfaqësoj edhe vendin tim. Po. Në ndërkohë, me këto këngë dhe festivale që po i përmend, ke marrë goxha shumë çmime, pavarësisht që ki 2 këngë vetëm të realizuara. Po. Ke prezantuar ato 2 këngë dhe ke marrë shumë çmime. Po. A mundesh pak Isra me na tregu ku ke qenë, ku je vlerësu? Atëherë kam qenë në Gjakov, te Lyra Fest, aty kam marrë 3 çmime, një më i rëndësishëm ishte ai i votave të publikut, ku të gjithë kërçovarët bashkë votuan për mua. Po, aty të morra 3 çmime, një nga 3 çmimet ishte edhe çmimi i parë. Po. Në Ferizaj kam marrë çmimin e parë. Në Temol Kuqet kam marrë solistja më e mirë, edhe shumë të tjera. Edhe shumë festivale tjera. Me cilën këngë ke shku më shumë në gara? Klithma e Paqes. Me këngën e parë? Po. Si është kënga e dytë? Bjeroshi. Bjeroshi. Këto këngë të cilat edhe te e treta që po punon, kush i shkruan tekstet, kush mirret me krijimin e tyre? Të 2 këngët e para i ka shkruar Çamila Liu dhe i ka kompozuar Pëllum Qerimit, që do t'i përshëndes shumë. Patjetër. Dhe këngën e tretë jemi duke punuar në të, e ka kompozuar dhe e ka shkruar Dafina Smajli, të cilën do t'a përshëndes shumë edhe ata. Edhe muzikën e ka bërë Memli Kelmendi, të cilët i do atë të 2, shumë dhe i përqafoj. Patjetër, i përshëndesin gjithë këta të cilët kanë rëndësi të madhe në rrugtimin tonë muzikë, sidomos Dafinën, e cila edhe na ka shkruar për me rekomandu një super talente si që ti me pas në emisionin Familja Jonë, kështu që unë e falenderoj Dafinën që të ka sjellë në studion tonë. Madje në bisedë sipër Dafina më tha, Isra është një prej atyre që nuk i vyn për sjellje sepse ka një super zë. Dhe unë isha shumë kurrështare me ndëgju. Unë doja të ky projekti i tretë, me që ende nuk ka dalë, edhe ta kesh ekskluzivitetin, një refren të projektit të tretë, nëse mundesh pak live me këndu. Apo ende nuk do me shpalon se? Jo. Asë gjë nga projekti i tretë? Nuk duhet, akoma. Si do titullohet? Projekti i tretë do titullohet Gonxha është e mirësaj. Flitet për Nën Terezën. Okej. Për se sa e mirë ka qenë ajo. Edhe do t'i zbulojmë edhe pak. Tutje, nuk po do Isra me zbulu shumë. Por që çka vjen nga Dafina është fantastike. Mirë, a e këndojmë këngën e dytë ose të parë, një refren që ta dinë cilat janë këngë këtu? Po. Shima i Bjeroshi, zemrat ku do gjallëro, valsin rotu globit valval, ti mos e prish, mos undar, ti
valsin e jetës, shiti këtë se bashkë me ne, botën dhe fred. Bravo, Isra. Është një prej këngëve tua. A i kik në kanalin tanë zyrtar, a i kik kanalin në YouTube, ku i publikon? Akoma nuk kam në YouTube, po mund të dëgjojnë kështu. Në ndërkohë, me këngën e tretë që së shpejti do të lancohet, e ke planifikuar, ku do të marrësh pjesë në ndonjë festival, në ndonjë garë? Shpresojmë që do të shkojmë në festivalin në Shkodër. Në Shkodër? Po, aty e ke fillimisht qëllimin, pastaj rrugës do t'i pranosh ftesa tjera. Natyrisht që je hap në për ftesa dhe për pse jo me prezentu këngën tënde të re. Zakonisht fëmijët rriten duke pas një idol tyne në muzikë, për me mri rrugtimin e tëne. Kush është idoli i Isrës që kur të rritet do të bëjë muzikën e ti saj? Më shumë kam qef Adele. Adele të pëlqen? Edhe mund të këndoj një këngë. Pa qitër që dojmë me ngu Adele, kështu që s'kena për ty? I set fire to the rain, wash it pour as I touch your face. Well, it burned while I cried, 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. When it fell, something died, 'cause I knew there was the last time, the last time. Sa mirë, bravo, bravo Isra. Unë kam pas mundësin me shku në një koncert e Adelës edhe unë shkënasi me ngu live, po nëse më shelë sytë nuk dalën shumë me zoni, bravo. Po përveç Adele, më thatë që, kur ishim brapa kamerave, më thatë që Vashezela është një prej këngëtareve tua, kështu që e adhuron edhe e ndëgjon muzikën e saj edhe që gogja e këndon. Cilët këngët, ose çka është më e veçantë që e kishe nda me neve të Vaqës? Mundëm të këndoj një këngë, Rrisim jetën tonë. Po? Rjedhi në mëngjese, rjedhi si ujvara, ja kështu mes njerëzve, jeta jonë hedh hapa. Hy dhe unë me styre, shtoj një fjalë, një këngë, është kjo këngë e jetës, për ty Shqipëri, mojna. Më merë në kratë e tua, si që merë fëmija nana, që balin ta ma puthi, dhe djeli dhe hëna. Unë man nga drita jote, ti men nga zemra ime, dhe dorë për dorë e rendim, e shtrinta jeta ime. Bravo Isra, për një me është shumë knasime të pas në studio, sidomos një vajzë 13 vjeçare që këndon këngë të Adele, që këndon këngë të Vaqezelës, është bravo për ty, po bravo më të madhe për prindrit që të kanë fuqizu, të kanë përkra dhe janë me ty në çdo hap të andin. Dhe edhe unë i thash para se të fillonim dashurmit që emocioni më i madh që përjetohet kur xhirohet pjesa e magjikëve të vegjël janë skena e prindërve që janë atje të buzëqeshur me lot në sy, që i shohin shumë krenar fëmijët e tyre. Kështu që bravo që po i bën ata krenare që po ja plotson vetë dëshirat. Faleminderit. A ki ndonjë mesazh për fëmijët e moshës tënde, të cilët ende nuk e dinë sakt a ja vlen apo jo të ndjekin ëndrat e veta? Kur mos dorëzohen dhe t'i ndëgjojnë prindrit. Dhe t'i ndëgjojnë prindrit, sepse dhe prindrit ju ndëgjojnë juve. Kur ju janë të mirë dhe të ndëgjueshëm, bashkëpunues me prindrit janë tre fish më shumë, apo? Siç janë këtë rast me ty, çdo herë në Kosovën, kudo që shkon janë mbrapa teje. Pse po ta përshtypjen që më shumë je të marr pjesë në garat Kosovë, Knina kana më shumë? Se di, do shkojmë edhe në Shqipëri. Kam shkuar edhe në Zvicër, ku më kanë ftuar disa shoqata nga Kërqova. Kam shkuar dhe në Ulqin. Po kështu vendose me shpalos vetëm ato të Kosovës. Na çdo herë të mirëpresim, sepse na jemi shqiptarë të gjithë dhe jemi një patjetër.
Kështu që kurdo që ke këngë të reja, edhe në lancimin e këngës të re, presim me shumë kënaqësi Isra në emisionin Familja Jon. Faleminderit. Faleminderit ty që ishe e dashur. E dashur miq, kemi pasur Isren, jo dhe ashtë e vogël sa e prezentova në fillim, por që ka një zë shumë të madh. Zoni saj, me të vërtetë mund të jetë një prej atyre muzikave të mira përveç edhe nëse nuk përcillet me asnjë melodi tjetër apo instrument tjetër. Kështu që me zona të tillë patjetër që duhet punohet shumë, siç po punojnë prindrit e saj, siç po punojnë edhe komplet ata mësimdhënës që në rrugtimin e saj po krijojnë vepra arti me tekste dhe kompozime të ndryshme. Ne do të shkojmë bashkë tek rubrika jonë me Lenën, nutricionisten dhe dietologën tonë.